Nuk ishte i pranishëm presidenti, zoti Meta, ishin të gjithë të tjerët, edhe mamaja ime nuk ishte, por nuk është se është shkak kjo gjë. Megjithatë, kjo është një seancë tjetër, ndërkohë që edhe materialet voluminoze të cilat janë jashtëzakonisht të mëdha, ju lë dhe mundësi më shumë avokatëve për të njohur akoma dhe më shumë me materialet të cilat janë pjesë e dosjes. Unë me aq sa kam vënë re, ka shumë gjëra dhe besoj që shumë shpejt unë do të jem në të gjitha ekranet televizive, në të gjitha emisionet apo edhe debatet me ju, për të ndjekur hap pas hapi të gjithë dosjen dhe të gjithë mënyrën e të vepruarit. Do ta filloj me televizionin e opozitës Syri, besoj se do ma hapi ekranin Syri. Monika Kryemadhi, Ilir Meta akuzohen për korrupsion pasiv, ndërkohë që nuk ka asnjë të akuzuar për korrupsion aktiv. Unë e kuptoj që jo domosdoshmërisht ju bën papajshëm. Jo. Problemi është kur nuk ka korrupsion aktiv, si mund të ketë korrupsion pasiv e para? Mos është parashkruar zonja Kryemadhi se e kemi bërë ne këtë pyetje. Jo, kjo është nuk biznesmenët të cilët kanë kryer korrupsionin aktiv është parashkruar se jo, nuk parashkruhet, sepse pavarësisht edhe nëse që ka e parashkruar, a janë pyetur biznesmenët? Jo, s'janë pyetur. Jo. Nuk janë pyetur. Jo, nuk janë pyetur për çështjen për cilën akuzohen.